Yılmaz, një me një shumë i shpejt. Yıldızin, qa me fol për Yıldızin, një me një është shumë i rrezikshëm. Kjo është formacion me se Turqia ka luajtur kundër Romanisë. A dhe thuhet se nuk pritet me pas shumë ndryshime. Jo s'ka me pas as ndryshim. Unë mendoj që ky kampionë do të Turqia është proof portierin nuk e vlerësoj shumë. Jo, është super portier. Mu s'm pëlqen. Është super portier. Është super portier. Po çyri është interesant, na me Galatasaray e ka bler për një shifre rekord. Çfarë emra Është një portier, është njëri pi portierëve që media turke e ka llogarit ndoshta për 10 vite të ardhshme mos me diskutu punën e punës. Sa po kallzon që s'është. Unë shpresoj që stadiumi është me lësh pak edhe. S'është ku me di. Güler super lojtari Kyç Yıldız është sulmues shumë i rrezikshëm. Është vendosje ofensive maksimalisht. Dhe tash nëse kështu vendosjen 3-5-2 e Jonja, cila është përparësi, ju shumë lehtë keni me ardhur në përfundim. E këta që është po luajnë në Turqit? 4-2-3-1. 4-2-3-1 kjo është domethënë vendosje ofensive, por me shumë disiplinë luajnë këta. Për shembull Yılmaz është njëri prej sulmuesve më të mirë në Evropë. Do më thënë, mos të flasë për Yıldız. Na me këta janë shumë a largë se na. Jo, tash Arda Güler kushton sa kret ekipi jonë. Do më thënë, 150 milion kushton Arda Güler, 120 milion, duket edhe qaq kushton ekipi i Kosovës në vlera financiare. Por, unë po mendoj që kemi gjasa me i mund, po sigurisht që kemi gjasa edhe unë mendoj që Kosova ka ma shumë gjasa me fiton ndeshjen. Tuj pas parasysh nëse na e mpushtum. Tuj pas parasysh pjesën ofensive. Aslani, Muriqi, Vojvoda që është shumë ofensiv, që shumë është efikas, ka tregu formë të mirë. Muriqi portieri në formë që nuk është se me Slovakin ka kënaqur, por besoj që në këto ndeshje do tjetë, dhe alternativat nuk e kemi jo shumë të dobët, normal, edhe... Prof, një tmete e Turqijes është për shkak cilësisë shumë të lartë të këtyre 4 futbollistëve, qofse secili tenton me marrë lojën dorë, sidomos Yıldız te Juventusi e montuvin pak më shumë se sa që duhet, edhe këta tjerë po është e vërtetë. Edhe Yıldızit i gjithë e bëona. Besoj që e keni këqyr ju në ndeshjen kundër Rumuni. Nëse këta individualisht tentojnë me përfundu lojën. Unë e kom shiqur ndeshjen me Ruminin dhe kom krahasu Kosovë, Rumuni, gjithsesi Rumuni, Kosovë edhe Turqi, Rumuni. Unë po mendoj që Kosova ka qenë më dominuese se sa Turqia kundër Rumanisë. Në kontrollin e topit, në krijimin e shansave, në lojë, në qarkullim me sigurt, me shumë gjaktofsi se këtu shihet pjekuria taktike, siç themi na, ajo që e karakterizon në pjesën psikologjike me durim. Duhet me qenë shumë i durueshëm. Nuk mundesh me hinë minutën e 5 dhe me përfundu ndeshën, sepse dhe minutën e 5 mundesh me udhëheqë, mandej duhesh të 5 minuta me rujt atë rezultat. Me rujt e përsi. Kemi kalu këtë gjavon prof. Kjo pjesa e fundit më pëlqej më shumë nga gjithë emisioni. Kjo pjesa analizat që e bëm. Por dash një tabel me pas se këtu kanë lojtar